Sot me agimin e kësaj dite, besimtarët kanë nisë agjerimin e muajit bekuar Ramazanit. Dita e parë e këtij muaji të madhruar shënon një fillim të ri shpirtëror, një moment vendimtar dhe përkushtimi, ku njeriu hyn në një periudhë mundësi të veçantë për pastrim të zemrave, forcim të besimit dhe përmirësim të vetvetes. Agjerimi i Ramazanit nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi dhe pija, por një angazhim i plot moral e shpirtëror. Ai na fton që këtë ditë të parë të rregullojmë marrëdhëniet tona me Zotin, të forcojmë lidhjet familjare, të shtojmë solidaritetin dhe të ndërtojmë më shumë mirëkuptim mes njëri tjetrit. Në një kohë sfidash morale, shoqërore, mesazhi i Ramazanit bëhet edhe më i fuqishëm, përgjegjësi, drejtësi dhe bashkim. Sot kemi nderin të bisedojmë me muftiun e Kosovës, Naim Efendi Tërnava, për domethënien e këtij fillimi të bekuar, për thellësinë e agjerimit si ibadet dhe mesazhet që sjell Ramazani për shoqërinë dhe për vendin. Mufti Efendi, faleminderit që keni gjetë kohë dhe jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën. Fillimisht na thoni si ka nisë agjerimi i muajit Ramazanit, cili është kuptimi teologjik i këtij fillimi dhe çfarë përfaqëson ai në jetën shpirtërore të besimtarëve. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Më lejoni që në fillim edhe një herë t'ju uroj të gjithë besimtarëve të besimit islam fillimin e këtij muaji të bekuar të agjerimit, duke lutur Zotin xhaleshanuhu që të na falë shëndet dhe mirëqenie të përgjithshme nëpër familjet tona. Zoti xhaleshanuhu njeriun thjesht nuk e la që ai vet të zgjedh besimin, por Zoti e shpalli besimin përmes shpalljes, përmes pejgamberëve të dërguarve të Zotit. Dhe feja jonë islame ngërthen në vetë një domethënie jashtëzakonisht e madhe në raport me individin, nga sa ti edhe i përcakton busullën orientuese se ka duhet mbajtur. Sa i përket agjerimit, duhet ditur se edhe agjerimi është një prej kushteve të islamit, konditave të islamit, pra është një obligim që del nga libri hyjnor i të Madhi Zot xhaleshanuhu, dedikuar të gjithë besimtarëve, pa dallim vendi, gjuhë, race apo ngjyre, që kanë për obligim, e kanë për detyrë edhe për mbushjen e këtij këtij urdhri të Zotit xhaleshanuhu, kësaj shtylle të islamit në raport me urdhrin hyjnor. Ndaj agjerimi muajit të Ramazanit ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe. Sot shumica e vëllezërve motrave tanë në Kosovë veç kanë filluar të agjerojnë ditën e parë të Ramazanit. Thënë drejt, duke ardhur në punë sot, sikur çdo gjë edhe rrugës kishte ndryshuar, sikur çdo gjë kishte marrë një pamje tjetër. Pa shumë restorane, kafene me karrika dhe mbi tavolina që ishin të mbyllura dhe nuk shihja njerëz sikurse edhe ditëve të tjera. Dhe kjo vetvetiu trokiti në ndërgjegjen dhe zemrën e shpirtin tim dhe më impulsoi dhe më motivoi edhe më, duke menduar se ja, ky populli ynë, vëllezërit e motrat tanë, veç në agimin e parë të ditës parë, veç mëngjesin e parë, ju përgjigjen urdhrit të Zotit xhaleshanuhu, që ata të fillojnë me këtë agjerim, duke ditur që është obligim, është farz i urdhëruar prej të Madhit Zot xhaleshanuhu, ku ai na thotë se muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Pastaj ai i cili e arrin këtë muaj, ai le ta agjeroj këtë. Do me thënë që është obligim për çdo njërin që është moshëritur, që është në gjendje të mirë fizike, shëndetësore, që të agjeroj këtë muaj të bekuar. Mufti Efendi, si duhet kuptuar urtësia hyjnore, hikmeti, obligimit të agjerimit të Ramazanit në Islam, dhe çfarë synon Allahu xhaleshanuhu nga ibadeti i besimtarit?
Zoti Gjeleshan në hu për çdo gjë na ka porosi që të kemi primare urtësinë. Si kur të bisedojmë, të flasim, të komunikojmë, të ecim, të punojmë, gjithëherë jemi të urdhëruar që parem këç jetës ta kemi urtësinë dhe këshillën, sepse kështu na mëson pra Kurani familjar. Ndaj edhe agjërimi sikur qetëson çdo gjë brenda njeriut, si në aspektin fizik, ashtu edhe në aspektin shpirtëror, logjiko-mendor. Sikur sot njeriu është krejtësisht pothuajse njeri tjetër, nga se diçka në veten e tij e ka më shumë se ditëve të tjera. E ky është agjërimi i cili qetëson shpirtin, rrit dashurinë për fen, rrit mirësjelljen, pastron njeriu nga mëkatet e mundshme të cilat i ka bërë gjatë vitit, pra në tek njeriu sjell urtësinë, sepse nuk është thjesht agjërimi vetëm të mos ham ushqimin dhe të mos pim, mirë po është thjesht të edukoj edhe anën shpirtërore. Me një fjalë, njeriu ruhet më tepër se ditëve të tjera në kur të flas që të mos flas fjalë të cilat nuk kanë vend, që të mos ngri zërin e lartë edhe që në raport me tjetrin të sillet mirë, pastaj të agjerojnë edhe gjitha gjymtyrët e trupit njeriut. Nuk është thënë të agjeroj vetëm ana largimin nga ushqimet dhe pijet, por të agjeroj këmba që të mos shkoj në vendin kur është ndaluar të shkohet, të agjeroj dora që të mos marrë ajo që nuk është e vetja, të agjeroj syri të mos shikoj atë që nuk bën për të shikuar, të agjeroj veshje që të mos ketë mundësi që të mos dëgjohet që nuk duhet dëgjuar, po edhe të menduarit, sepse sipas Islamit të mendosh keq është mëkat, e le mo të bësh keq. E agjërimi të gjitha këto i qetëson, sikur njeriu kur është i etur, edhe merr edhe pin ujin dhe thua në vetë, çdo gjë u rregullua, uji sikur qetëson anën fizike të njeriut, ashtu edhe Ramazani qetëson çdo pore të jetës, qetëson jetën edhe si individ, qetëson edhe sjelljet dhe mirësjelljet, urtësinë në raport me fëmijët, në raport familje edhe me shoqërinë. A mund sa rëndësishme në aspektin shpirtëror është njëti për fillimin e muajit bekuar të Ramazanit dhe sa ndikon në anën shpirtërore në përgatitjen shpirtërore të besimtarit. Feja jonë islame që është nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi a.s. në vazhdimsi ka kërkuar prej njeriut që njeriut të besoj në Zot, ta ketë besimin në Zot. Dhe ku njeriu e ka besimin ashtu si kërkon i madhi Zot Xheleshanuhu, atëherë edhe niyeti, atëherë edhe vendosmëria, gatishmëria për të agjeruar gjithherë është në vendin që duhet të qenë. Andaj, besimi, si themi ne në popull, i ka punë të ndorë, sepse besimi është fuqia që njeriu e parandalon dhe e ndalon nga çdo gjë e cila është në kundërshtim me qenerit njeri. Por duke pasur parasysh se Zoti Xheleshanuhu njeriun e ka lënë të lirë në zgjedhjen e veprave, të punëve të tij gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës, dhe i ka dhënë mundësinë që njeriu ta besojë dhe të mos e besojë Zotin, atëherë del kjo se Zoti në vazhdimsi ka kërkuar përmes pejgamberëve të Zotit që të kenë besim. E derisa besimi është i çelikosur tek besimtari, atëherë kjo vendosmëri e individit sikur i ka të gjitha punët në dorë dhe edhe agjërimin, edhe punën, edhe çdo gjë i kalon më lehtë. Në Fenja mund të themi se mënyra se si e nisim Ramazanin me përkushtim, pendim dhe vetdije, përcakton edhe vlerat e përjetimit të tij, dhe mund të agjërimit gjatë tërë muajit. Ne jemi dëshmitar që, siç e thash, qysh mëngjesi po tregon se diçka ka ndryshuar. Sikur rrugët e qytetit, kryeqytetit ton vetë po flasë se diçka nuk është sikur dje. Sikur diçka po ndryshon, edhe gjithkund çfarë shohim përmes shqisave të parit. Mirë, po kjo ka ndryshuar edhe në veten tonë,
ka ndryshuar edhe ne, edhe tek ne, ka ndryshuar edhe në raport me orarin e të marrët ushqimit, ka ndryshuar edhe në raport me gjumin, ka ndryshuar edhe në raport me ibadetin, se kemë dhe ibadet shtesë, e kështu me radhë. Me qemë ditën e parë të agjerimit, si e përgatit ditë e parë agjerimit zemrën e besimtarit për të takuar devotshmërinë, që është edhe qëllim thelbësor ose qëllim kryesor i vetë Ramazanit. Besimtari me të marrë fund Ramazani, lutet që Zoti t'i mundsoj që të vije dhe të arrit të agjeroj Ramazanin që do të vije më pas. Edhe shokët e Muhamedit a.s. me mujtë të tërë para ardhjes Ramazanit janë lutur për dhe janë gëzuar ardhjes Ramazanit. Besimtari i gëzohet ardhjes Ramazanit. Besimtari e pret si një dhurat jashtëzakonisht të madhe hyjnore, e të madhit Zot Xheleshanuhu, dhurat të cilën duhet ditur ta marr, ta vlerësoj, ta çmoj dhe ta jetoj. Thjesht Ramazanin duhet ditur se si t'i përkushtohemi Ramazanit, apo agjerimit më mirë me thanë, agjerimit, si t'i përkushtohemi me tërë qenjen tonë që e kemi në mënyrë që neve të motivohemi, në mënyrë që neve të akumulojmë më shumë dashuri, respekt, devotshmëri, ibadet, dhe përmes kësaj të aferohemi sa më shumë tek Zoti Xheleshanuhu, sa më shumë të jemi pranë Zotit me duat tona, me lutjet tona, drejtuar madhërisë së Tij, i cili në Kur'an thot: "Lutuni ju mua, unë ju përgjigjem lutjeve tua." Mufti Efendi, ju jeni mufti i Kosovës, njeriu i parë, prisi i muslimanëve tanë këtu. Na thua shkurt, si duhet kuptuar besimtari drejt agjerimit për te i përmbajtjes fizike? Po, e them që ana shpirtërore, motivi shpirtëror, është këtë drejtim, në këtë fa, është kyç, sepse ana shpirtërore e njeriu sikur e motivon, po them, sikur e ushqen njeriu në vazhdimsi që ai përmes kësaj të jetë më i gatshëm për të bërë vepra mirë, të jetë më i gatshëm që të jetë më solidar, të jetë të ndaj nga vetja, të përkujdeset për tjetrin, të ndaj nga pasuria e tij për të varfërin, të vizitoj njerëzit cilët janë në nevojë. Pra, ana shpirtërore e tij nuk e lën atij të rahatshëm nëse ka kuptuar bollshëm porosinë e agjerimit, që ai vetveti shpirtërisht dashur e pa dashur duhet përkujdesur jo vetëm për veten, mirë po edhe për tjetrin. Pra, sepse është muaj edhe i solidaritetit, është muaj i veprave të mira, është muaj i cili në veten e vet urdhëron për akumulim të dashurisë, të respektit, të harmonisë dhe të mirësjelljeve mes të gjithë spari besimtarëve, familjeve, fëmijëve kështu me radhë. Mufti Efendi, Ramazani veçohet për momentet veçanta, siç janë iftari, syfyrit të cilat e përcaktojnë këtë muaj, por kemi edhe ibadetet shtesë. Na thu cili është roli i lutjeve gjatë Ramazanit dhe posaçërisht roli dhe rëndësia e namazit taravive gjatë netëve të këtij muaji. Kuptohet që namazi është fundamenti kyç i Islamit. Është urdhër i të Madhit Zot Xheleshanuhu që njeriu të falë 5 kohë të namazit. Dhe përmes faljes namazit t'i drejtohemi Zotit në faljen e mëkateve tona, në largimin e çdo të keqe që kemi nga vetja jonë, nga familja jonë, dhe në këtë mënyrë të shpresojmë në shpërblimin definitiv të Zotit Xheleshanuhu nesër kur do të vdesim, e ditën e gjykimit do dalim para Zotit Xheleshanuhu për ta dhënë llogarinë përfundimtare. Sigurisht që muaji Ramazanit, siç thamë, është muaji i Kur'anit, është muaji i shpalljes së Kur'anit, andaj ka edhe ato veçoritë e veta. Pra, thamë, është muaji i Kur'anit, është muaji në të cilën është edhe nata e Kadrit,
pastaj është e Bedrit, e kështu me radhë që i ngrisin edhe më, do me thënë në këti muje, që e veçoj i madhi Zotë Gjeleshanu për të gjithë mujeve të tjera. Por, gjatë këti muje, e kemi edhe faljen e namazit të taravive, si që potencuat ju. Pra është një namaz shtes që nuk falet gjatë muajve të tjerë. Mua dhe juve sigurisht dhe të gjithë besimtarë me kujtohet se kur ishim të vegjel me zi prisnim që të shkojmë në xhami edhe para atyre që ishin më të vjetër se na. Në farë mënyre edhe në shpirtrat, edhe tek e fëmijëve, sikur diçka ndryshonte, sikur diçka e rriste dashurinë edhe më të madhe në raport me fenë, në raport me përkushtimin, në raport me dashurinë dhe respektin që duhet pasur për fenë, për Zotin, për familjen, për atë dheun, për mirëqenien e përgjithësi. Pra, namazit taravive përveç asaj që është një sunet, namazit taravive sikur në vete, po them bartë dhe shumë gjëra tjera. Është momenti kur edhe vëllezërit tanë, motrat tona, bëhen bashk 30 ditë radhazi, takohen dhe bashkarisht i drejtohen Zotit. Sikurse që është edhe namazi i gjymas, e namazet tjera, mi për në veçanti, po them, është edhe namazi i taravive, gjatë 30 ditëve të Ramazanit, që bashkarisht i drejtohemi Zotit me lutjet tona, të cilat dalin nga pasërtia e zemrës sonë, e shpirtit tonë drejtuar Krijuesit, se gjithër duhet ta kemi në dijen dhe ndërdijen tonë, se pavarësisht kush jemi, pavarësisht ku jemi, çfarë pozite kemi, çfarë pasurie kemi, dasht e pa dasht, që të gjithë do të dalim ditën e gjykimit para të madhit Zot Gjeleshanuhu për të dhënë llogarinë tonë përfundimtare, dhe se njeriu nuk do të gjejë as më shumë as më pak me përjashtim të asaj, pashka është angazhuar gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. Zoti po thot, tek Zoti nuk gjen më shumë, as më pak është fjala përveç se bagazhit, punës, veprës, amelit që ka punuar njeriu gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. Wan laysa lil insani illa ma sa'a. Pastaj nisur nga kjo, Zoti neve na ka thënë Kur'an, wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad wattaqullah. Çdo kush për juve le të shikoj, shtemi na le të këshyr, se çka po çon përpara. Me një fjalë, çka po përgatit njeriu për botën tjetër, çka po merr me vete dhe si do dal para Zotit Gjeleshanuhu, me bagazh të mirë apo me bagazh jo të mirë. Do dal para Zotit fytyrbardh apo fytyrzi, që janë simbolet të atij që do të fitoj xhenetin, shenja mirë themi dhe atij që do të jetë i dënuar të Zotit. Jemi në kohë bashkëkohore kur po jetojmë për shkak të angazhimeve shumë të përshtatëve tona të cilat jetojmë tani, kemi një lloj zbeje të raporteve familjare, miqësore, ndërvisnore. Sa si ndikon Ramazanin forcimin e familjes dhe afrimin mes njerëzve. Kjo që thatë është tepër e vërtet, mos harroj pasaj pjesën e dytë të pyetjes, por se diçka ka ndryshuar në familjen shqiptare, kjo veç po shihet, në veçanti pas luftës së fundit në Kosovë, sikur familja shqiptare po shkon ka zhbërja e një tradite që ka pasur shekuj më radhë. Unë besoj që kjo në masat mëdhaja i bën keq të ardhmes së kombit tonë shqiptar, sepse afria dhe afërsia dhe familja, shkurja, ardhja, raporte ndërfamiljare, dashuria, respektin ndërfisnor që kemi pasur, ato lidhet e forta, një traditë jashtëzakonisht të madhe që kemi pasur, zakonet tona, ato e kanë majtë gjallë dhe shpirtin ton, e kanë majtë gjallë familjen ton, dhe aty ka qenë edhe është marrë edhe edukata e mirëfillt e të rinjve tanë për oda tona, në për vendet ndryshme ku kemi qëndruar, aty është marrë edukata dhe dashuria edhe për fenë, edhe për atë dheun, edhe për qëndresën që duhet pasur populli ynë në raport me gjithëherë, sepse kemi qenë të pushtuar vazhdimisht dhe mënyrën se çfarë duhet bërë për ditë më të mira. Dhe
Unë besoj që të gjitha institucionet e Kosovës, të shtetit Kosovës, por edhe bashkësitë fetare në këtë drejtim, duhet me dhanë edhe më tepër kontributin e tyre, në mënyrë që të ndikojnë edhe më shumë që familja shqiptare të forcohet dhe çdo gjë që i afrohet në emën të civilizimit, ta quaj kushtimisht, të emancipimit familjar, nuk duhet marrë kollop, por duhet shikuar se çfarë janë ato, nga vijnë ato, se po marrim gjëra të cilat nuk përkojnë me realitetin ton shqiptar, me familjen shqiptare. Ato nuk e pasurojnë familjen shqiptare, ato e varfërojnë familjen shqiptare dhe shkojnë në degradim të vlerave tona edhe kombëtare, edhe fetare, gjë që duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Peshojmë se shumë gjëra nuk janë mirë dhe pak i kushtohet kujdes kësaj. Unë para pak kohësh kam marrë një raport nga Policia e Kosovës që mrena 22 vjete kemi mbi 1000 vllavrasje në Kosovë, kemi mbi 1000 e sa vetvrasje në Kosovë, kemi 2000 e sa vdekje në komunikacion. Gjë që këta numra janë numra të cilet trëndic që neve duhet në alemi, edhe si shoqëri, edhe si familje, të shohim me çka nuk është në rregull, çka nuk bën tek ne, pse po ndodhin këto. Dhe tepër rralla po hiç nuk sheh nëpër media tona, televizionin ton, ndonjë film edukativ, ndonjë emision edukativ, dokumentar, njerëz të fushës, të cilët kishin me ndiku pozitivisht që këto trende kaq të negative të ndalen dhe të jenë më të vogla në mesin e kombit ton, në veçanti këtu në Kosovën ton të vogël, që po ndodhin këto gjëra jashtëzakonisht të këqija, pastaj përdorimi i substancave narkotike, e shumë gjëra tjera të cilat e degradojnë shoqërinë ton shqiptare dhe po them familjen ton edhe islame. Jemi në muajin e mëshirës, muajin e rahmetit, muajin e bereqetit. Në ato cili është roli i bamirësisë, i sadakas dhe i zeqatit këtë muaj, cila vlera, çfarë vlere marrin këtu? Thënë shkurt, çdo gjë, edhe të folurit, edhe të tecurit, edhe të bërit, edhe të shpërndarit, edhe çdo gjë që e bëjmë në këtë muaj, është e veçantë raport edhe me muaj tjerë. Ka vlerë shtesë ka të gjithë muajt e tjerë, sepse Zoti vetë ja ka rrit, si themi na, vlerën këtij muaji. Andaj çdo gjë që e bëjmë është shumë fish më e bereqetshme se që e bëjmë në muajt e tjerë. Dhe nisur nga ky parim, sigurisht që edhe bamirësia është ajo që në këtë muaj shpërblet edhe më shumë se muajve të tjerë. Bashkia Islame e Kosovës, përmes shoqatës saj bereqeti, është për kujdes dhe në këtë drejtim, ku tash për fillimin e muajit të bekuar të Ramazanit, kemi përgatitur, është bërë shpërndarja në shumë komuna, po dhe është duke u shpërndar, ku do të ndihmohen në ushqim mbi 30.000 familje në Kosovë. Gjë që është një punë e madhe, të shoh të falenderoj të gjithë donatorët të cilët i kanë besu për shoqatës bereqeti e Bashkisë Islame, të gjitha këtyne bizneseve tona, vëllezërve tanë, motrave tona në Kosovë, të cilët me të vërtet po e ndihmojnë shoqatën bereqeti, dhe shoqata bereqeti po ju gjen të gjithandej, jo vetëm në ushqim dhe veshmbathje, mirë po edhe në shumë gjëra tjera, nëpërmes restoraneve që i kemi në disa komuna, nëpërmes këtyne marketave bamirëse që i kemi në për shumë komuna në Kosovë. Këto janë pastaj ndihmat nuk janë thjesht vetëm në ushqim dhe veshmbathje, në ndërtimin e shtëpive, në vlerën e banesave. Për shembull, vitin që shkoj kemi ndërtu 13 shtëpi, kemi renovu 24 shtëpi, e kështu me radhë se nuk i di të gjitha atone, i din më mirë ata përgjegjësit e bereqetit. Por unë i ftoj me këtë rast që edhe ata cilët dëshirojnë të bëjnë mirë, të ndajnë sadakan, të ndajnë zeqatin, të ndajnë në mënyrë institucionale, ashtu si thot Zoti, ashtu si thot pejgamberi alayhis salam, dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë njerëzit që janë nevojë, dhe në këtë mënyrë të ruhet edhe besimi jonë, feja jonë,
duke pasur parasysh se neve nuk bugjetohemi nga bugjeti i shtetit si Bashkia Islame, andaj jetojmë me ndihmat vullnetare të cilat i ndajmë besimtarët tanë, duke pasur parasysh se tashmë krejtësisht jemi, siç thatë dhe ju, jemi në kohën e teknologjisë moderne, atëherë edhe harxhimet edhe të gjitha janë më të mëdha, por unë dëshiroj me këtë rast falenderoj të gjitha në veçanti, po them, veçanti, dëshiroj të falenderoj shumë disa djemë, po i quaj kushtimisht të rinj, të cilët po ndajnë nga pasuria e tyre në blerjen e vakfe dhe dhurimin e tyre për Bashkinë Islame të Kosovës, në ndihmën e vazhdueshme që i bëjnë Bashkisë Islame, dhe unë i ftoj të gjithë, po them besimtarët tanë, të mos ndëgjojnë thashë thëna, por ta dinë që Bashkia Islame e Kosovës është e tyre, aq sa është edhe imja, dhe se të kontribojnë që kjo Bashkësi Islame të forcohet edhe më, kjo Bashkësi Islame të ketë fjalën e vetë që duhet pasur. Në tjeve, një populli ynë është njohur për kultivim të harmonisë edhe mirëkuptime ndërfetare. Kjo vije si rezultat i rilindazve dhe i prizve të shuar të gjitha komunitetet fetare. Me pakove të fundit, sidomos të ne në Kosovë, ka nisma, ka iniciativa dhe ka individ si kur duan të cenojnë këtë harmonin, këtë vlerë me cilën ne si popull njihemi. Cili është qëndrimi juve si pari i muslimanëve, për dhe bashkësive tjera fetare për ruajtjen e kësaj vlere që është dalluese për ne. E përmendëm më herët se ne muslimanët besimtarët që i përkasim këtij besimi. Besimin ton e bazojmë gjithherë në Kur'an dhe në hadith. Sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Unë përdori shpesh një fjalë që të mos gjikohet kur pa pasur dije. Po më vjen keq dhe një vetën keq kur shumë individ paragjykojnë Islamin pa ditë se çfarë ka në te. I japin vetes të drejtë të flasin, të shpifin, të shajnë fenë islame, të flasin fjalë të këqija, pa ditur se çfarë është. Shajnë edhe Bashkinë Islame, edhe në punës të Bashkisë Islame duke filluar nga unet e poshtë. Por, sigurisht që Hazreti Aliu e thot një thënie shumë të mirë, thot, sikur të dialogoj me 1000 të ditur, kisha mi mund. Po të dialogoj me një ignorant, do të isha i mundur. Edhe kjo do të ishte përgjigja. Mirë po, sigurisht që këtu do të nalmi nga parimet kuranore, më ta shohim. Unë për shembull, e marr veten unë. Edhe nëse dëshiroj, edhe nëse dua të urrej besimin e tjetrit, nuk ka mundësi ta bëj, sepse nuk më lejon Kur'ani, nuk më lejon hadithi. Sepse Kur'ani më mëson që unë ta respektoj besimin e çdo njerit. Edhe hadithi më respekton që unë ta respektoj besimin e çdo njerit. Mirë po kjo asesi në asnjë mënyrë nuk do të thotë që t'i lejohet tjetrit që të shaj besimin që unë i përkas, ta fyej besimin që unë i përkas. Në asnjë mënyrë. Ne, si Bashkia Islame e Kosovës, mund të them se jemi munduar vazhdimisht që të shpërndajmë tek populli përgjithsisht frymën e tolerancës, e bashkëjetesës, e mirëbesimit, sepse ndryshe nuk na mëson feja, na mëson vetëm kështu. Zoti në Kur'an na ka mësuar kështu kur thot: o ju njerëz, ju kam krijuar nga një mashkull dhe nga një femër. Ju kam bërë popull e fisë mes vete, që ju të njiheni mes vete. Nuk po thot luftonin mes vete, por ju të njiheni mes vete. Andaj, është një vërtet e madhe që kohëve të fundit në Kosovë, ndjenjat e besimtarve të besimit islam fyhen pa asnjë përgjegjësi nga individ të shumt dhe nga nisma të ndryshme. Fyhen pa të drejtë. Dhe sikur ata e kanë gjetur
ta quj kushtimisht qelsin e fyrjeve, duke u thirr në çështjen kombëtare, dhe sikur feja islame është kundër kombit, sikur feja islame është kundër asaj, këto janë gënjeshtra, rrena, trillime, të cilat çojnë ujin në mollit armikut. Asesi, në asnjë mënyrë, asnjëherë, nuk isha dashur as të mendoj, e lemat të shoh, që në mesin e kombit tonë, mesin e vllazërisë sonë shqiptare, këtu, në Kosovë, por edhe brenda trojeve tonë etnike shqiptare, por edhe kudo që jetojnë shqiptarët, që ta kemi një zënk në mes vete në aspektin fetar. Sepse nëse me diçka është dalluar këkëm, është dalluar me harmoninë dhe tolerancën ndërfetare. Por, si po shihet, dikush ka filluar t'i fus duart dhe mezi po pres që një gjë e tillë të ndodhë. Mezi po presin që të ndodhë diçka në këtë raport dhe më pastaj të marrë, si thot popullit e porzën, çdo gjë. Ne si Bashkia Islame nuk kemi lejuar dhe nuk lejojmë dhe nuk do të lejojmë. Asesi, aq sa kemi mundësi që kjo të ndodhë. Mirë pasesi, në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar edhe disa televizionet tona, edhe disa individ në për ato televizore që po na dalin, edhe po e shfrytëzojnë edhe këtë hapësirë mediatike, që pa asnjë të drejtë, pa asnjë marrë, po shprehim kështu, të fynë çdo gjë që është islame në Kosovë. Ne kemi raporte të mira me Kishën Katolike në Kosovë, bashkëpunojmë vazhdimisht me ta, jemi në raporte jashtëzakonisht të mira edhe me besimet e tjera, edhe me protestantët, jemi në raporte të mira edhe me Kishën Ortodokse, që mundohemi sa do pak kontribojmë për një tolerancë ndërfetare në Kosovë, që është begatia më e madhe që duhet ta kultivoj shoqëria kosovare këtu në Kosovë. Ne kur jemi të mirëkuptimi, harmonia, respekti ndaj tjetrit, cili është roli ose cili mesazhi i Ramazanit që jep për të respektuar tjetrin? Po kjo është vetë fryma e Ramazanit është e tillë. Vetë domethënia e Ramazanit është e tillë. Vetë agjerimi është i tillë. Sepse agjerimi edukon, siç thash, edukon nga sharja, edukon nga fyrja, edukon nga përdhosja, edukon nga çdo gjë që shkon në dëm të individit, të familjes dhe të shoqërisë. Kjo është mesazhi i vetë agjerimit dhe vetë muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj ne duhet këtë ta kemi në hatër dhe ta përhapim këtë të mirë, gjithandej kudo që unë e thrash, të gjithë besimtarët tanë, të gjithë ata të cilët tashmë gjatë këtij muaji do të jenë në për xhamit tona. Le të nisin nga buzëqeshja, sepse buzëqeshja është sadaka. Njëri tjetrit le t'i qeshin, t'i buzëqeshin në fytyrë. Të mos rrinë si shthimin e të moral, t'i buzëqeshin njëri tjetrit, sepse kjo është sadaka. Të mbretërojnë në mesin e tyre paqeja, harmonia, vllazëria, të përqafohen mes veti, të shrinë dorën njëri tjetrit mes veti, të kënaqen me këtë dhunti që ju ka dhënë Zoti, me këtë aromë Ramazani, me këtë freski shpirtënore, me këtë të mirë kaq të madhe, që është një rifreskim i shpirtit njeriut dhe është një riedukim i shpirtit njeriut, është një rigjenerim i ndjenjave të besimit brenda për brenda individit, besimtarit. Kjo vetëm përjetohet, është e vështirë të shprehet atë që ndin besimtari, dhe kjo vetë ju po shihet. Kudo që sot takohen besimtarët e përqafojnë njëri tjetrin, duke u ruaj këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke u lutur, duke dhe o Zot, ne prano këtë agjerim, o Zot, ne i falë mëkatet tona, lutem për paqe, për harmoni, për tolerancë, për vllazëri në mesin tonë. Pra, kjo është ajo që neve na duhet, dhe kjo është mesazhi që del nga agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Tjepe, ne përpo që jemi në ditën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit, jemi edhe në atmosferë festive, sepse vetëm para 2 ditë kem pas 18 vjetorin e vetësisë, pavarësisë së vendit. Ju, me një delegacion të lartë të kryesisë Bashkisë Islame, para dite me 17 shkurt, ishit në Prekaz. Si jeni ndije 18 vite mbrapa në memorialin Prekaz, ku ishit për të bë dua për gjithë shahidët dhe luftetarët e lirisë.
Sigurisht, sa herë që shkojmë në atë vend, ka përjetime njerëzakonisht emocionuese, ka përjetime të mëdhaja, ka diçka që na kthen të kaluarën sigurisht. Ajo që na bën neve të jemi tepër krenar, është ajo që qëndresa që ka bërë familja Jasharaj dhe ata shëhitat të dëshmorë që janë aty flasin vetë. Ata sikur e fuqizojnë shpirtin ton, e motivojnë shpirtin ton që të punojmë edhe më shumë. Ata na flasin, po ne nuk i dëgjojmë. Ata janë të gjallë, po ne nuk i hetojmë, nuk i shohim. Ata janë të shpërblyer aty, Zoti i shpërblen, edhe pse nuk i shohim shpërblimet e tyre. Ata përjetojnë gjërat mira aty, se aty ka jetë, por ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë. Pra, ligjet të cilat mbretërojnë mbi sipërfaqen e tokës janë këtë ligjet tjera të cilat tashmë ato janë prezente, pra kur ata edhe shehitët gjithë ata që ranë për shtjerimin e Kosovës janë në të mbuluar me dhe. Sikur në Prekaz, në Glogjan, edhe kudo në Reçak, kudo që ka pas Mej, Nisbic, Qerez, ka pas edhe masakrat shumëta të kryera nga okupatori klasik, nga Serbia. Sigurisht që ato janë gjithëherë motive shtytëse që neve të mos harrojmë të kaluarën asnjëherë, mirë po të punojmë për të ardhmen dhe ta forcojmë shtetin ton, lirinë ton, të punojmë për vendin ton. Dhe ajo për mua, edhe ajo ditë ishte tepër domethënëse, nga se sikur më kthej dhe sikur shihja aty afër kur shikoja kullën e Bacën Shaban, sikur shihja Bacën Shaban, Hamzi Jasharen, Adem Jasharen, Dajan Osman, që pata fatin të takoj pak net para se ata të bien dëshmorë. Sikur me ta flisja edhe atë ditë, sikur ata na porositnin në neve duke thënë, o ju çfarë jeni duke bërë, ruana atë për atë që ne shkuam, ruane gjakën e derdhur të djemve të vajzave të Kosovës, ruana se keni borx për ta ruar atë, forcon e shtetin tuaj, banë lirin tuaj, por dhe kjo është ajo porosia që gjithëherë, aty janë themelet e shtetit, aty janë themelet e lirisë. Po sikur ajo ditë, po them, është dita më e lumtur që kemi përjetuar ndonjëherë, 17 dita kur u shpall pavarësia e Kosovës, kur edhe akterët kryesorë sot i kemi në Hag, të cilët po gjykohen pa drejtësisht. Jo që edhe pas ditën në marsh në Prishtinë këtu. Po normale, është ajo më pak që unë mund të bëj të marr pjesë në një marsh. Ajo është tepër e pak çka mund të bëj unë. Para të në raport me ata çfarë kanë bërë ata për lirimin e vendit. A na thua si jeni këtu në mesin e gjithë asaj turme? Thjesht jam nisi ku një qytetar i thjesht që diçka edhe vet ka dalë aty dhe po kërkon që ata të derisa është gjykimi të gjykojnë drejt, të mos ndikoj politika, të mos ndikojnë rrethanat natyrave ndryshme, por të aplikohet drejtësia dhe ata të lirohen, sepse ata janë ata të cilët vunë edhe kontribuan për shtjerimin e vendit, janë kontribues kyç të shtjerimit të vendit të kthehen sa më shpejt në familjet e tyre. Ai ishte një marsh madhështor ku foli vet dhe tregoi se ata, nëse ata atje gjykojnë, po na gjykojnë edhe neve ko. Po na gjykojnë edhe neve, po gjykojnë edhe luftën tonë të shajt. Luftën tonë që ka bërë ky popull dhe në raport me armikun tonë shekullor, i cili çdo gjë kishte marrë dhe na trajtonte sikur të ishim robër. Dhe asgjë më shumë. Nuk është e largët kur neve na kujtohet se na mbyllen edhe shkollat, na mbyllen universitetet, fakultetet e gjithë shka nuk funksionon të 89 në Kosovë. Ishte koha kur u dash që t'japim kontribut që të gjithë. Dhe unë sot edhe këtu në takim me juve, e një vetë njerë zakonisht mirë, sepse ka mundësi ta them atë se Bashkia Islame e Kosovës, të rast unë që isha kryetari i emergjencës, kemi punuar shumë dhe kemi ndihmuar Ushtrinë Shqiptare të Kosovës shumë. Jo shumë, për jashtë zakonisht shumë. Unë në thëmë vetëm me dokumente, cilat i kam dhe shumë shpejt do t'i shohin edhe popullata në televizion,
Ne kemi ndihmu me mbi 6 milion e gjysmë marka gjermane luftën në ushqimtarët Kosovës si Bashkia Islame. Dhe jo vetëm atë kemi ndihmu edhe njerëz të cilët janë shpërngulur, njerëz, domethënë ka shumë që të flitet në këtë drejtim. Dhe ne e dim që edhe këto e din krert UÇK-s, e din ata të cilët duhet me ditë. Dhe këto e kemi pas obligim, edhe këto e kemi pasur obligim. Mirë po sot, siç e cekëm më herët, që të fyhet apo në një mënyrë të akuzohet Bashkia Islame se po ndërton xhamia për shembull. Po mëre unë si mjoftie kam për detyrë ndërtoj xhami. Do të kemi edhe një deferat të profesorit Plana. Shumë Po, mos e harro, kthehemi edhe aty. Po duhet të dim se hajde po ju pyes edhe juve. Nëse veç e bëjmë një pyetje të thjeshtë, po flasim vetëm për Prishtinën. Vetëm Prishtinë, për shembull, shkollën Dardani, Xhemal Mustafa, e kemi ndërtuar ne. Shkollën e Mshir, e kemi ndërtuar ne. Implementues është fjala. Shkollën këtë qellën e fëmijëve të Fakultetit Teknik, e kemi ndërtuar ne. Pastaj, shkollën e mesme në Podjevën, Mitrovice, diku mbi 40 shkolla në Kosovë janë ndërtuar nga Bashkia Islame e Kosovës. Të mos harron mileti populli për këtë. Të mos na gjykojnë neve, kemi ndërtuar afër 80 ambulanca. Tash së fundmi kemi ndërtuar si thonë aty, në Istok. Dhe kemi ndërtuar qelë, kemi ndërtuar qelësat komunës edhe u krye puna. Tash këto ditë shohet, kemi ndërtuar diku 200.000 euro një ambulancë kemi bë. Dhe kemi ndërtuar shumë, po them edhe kemi renovuar shumë shkolla, kemi renovuar shumë shtëpi, kemi ndihmuar gjithçka që është e nevojshme dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë. Na nuk kemi që ndërtojmë vetëm kemi ndërtuar me dhjetra vende për fëmijët e prekur me sindromin Down. Po them, këto janë punë që janë bërë nga ana jonë dhe vazhdojmë t'i bëjmë ne këto. Mirë po, sigurisht që xhami do të ndërtojmë. Dhe do të ndërtojmë se ka nevojë për të ndërtuar. Unë ju kam thënë, ato janë në shërbim të komunitetit. Unë më vjen mirë për shembull që në Evropë asnjë fshat se ke pa kish. Por mua shërbim të komunitetit. Po më vjen keq kur unë kam komunën me 52 fshatra me 7 xhami. Kërkesat janë që kërkesat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe tepër të mëdha. Po ato që potencuat ju edhe këtë profesorin Plana, shkom. Ka dhe tjerë. Ka dhe tjerë shumë, po i shoh, por e thash në fillim që çka thot Hazreti Aliu. Nusrat Plana është një vërtet e madhe që është një veprimtar i çështjes kombëtare. Bile tash e 40 vjet bashkarisht kemi kontribuar në këtë drejtim. Po e them publikisht, kemi punuar shumë bashkë. Unë, ku ndodhi kjo, një mesazh shkurt ja kam dërgu, edhe i kam thënë që nuk po besoj që je ti ky. Mirë po, ai e shpjegoj pastaj, se ka qenë lapsus i tij dhe kërkoj falje. Po unë Nusretin nuk isha dashur me pa edhe kur thot xhamit Hamamit edhe kur kërkon falje. Në këto dy pozita s'isha dashur me pa kurrë. Por besoj që kjo tash më mbyll kjo punë dhe do të vazhdojmë me kontribut edhe të matutjeshëm bashkarisht për çështjen madhore që e kemi për ta bërë të gjithë bashku për forcimin e shtetit, dinjitetit, ama jo fyrjes ndjenjave të besimit islam në Kosovë. Këto mund ta bëjnë, po le të harrojnë se ky popull e ka thellë të ngulitur në shpirtin e vet. Komunista, neokomunista ka pas edhe ka. Nuk është problem i madh. Po edhe një herë po i them, mos fynis është e tepërt. Është e tepërt dhe mos i nxitni njerëzit në urrëtie. Mos i nxitni njerëzit. Mos i kesh përdorni këto të mira të populli të kësaj pavarësie që ju të thresni në nxitje dhe urrëtie mes vëllezërve. Leni ato, besimi është i lirë, beso çka dush, ama jo me fy besimin e tjetrit. Në fjefe një, me qenë se dje ke pas mesazh
urimi për gjithë besimtarët, pasi kemi këtu dhe jenë intervistë, cilës mesazhi juaj tani në ditën e parë, kur edhe jemi praktikisht me agjerim. Duke pasur parasysh se këto ditë ishin me të vërtet ishin ditë gëzimit ta quaj kështu, ishte dita më e gëzuar e jona, dita e shpalljes pavarësisë së Kosovës. Pra, ku edhe njëherë dëshiroj t'ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë nëpër botë, ditë gëzimi sepse na erdhi muaji i bekuar i Ramazanit. Mirë po si një koincidencë na ndodhi edhe deklaratat, po them që në paksa na mërzitën, që vazhdoj bashkë edhe këto ditë gjykimi i krerëve të UÇK-s në Hag. Do edhe ne shpresojmë, unë dëshiroj të shpresoj, sa ata do të lirohen dhe do t'i kthehen Kosovës dhe do të vazhdojnë punën e tyre, duke dhënë kontribut për forcimin e shtetit Kosovës. Mesazhi i vet Ramazanit, i vet agjerimit, mesazhi i vet i imi si mufti i Republikës Kosovës, është ai që duhet vazhdimisht edhe të jetë. Është që në mesin e kombit ton të mbretëroj në vazhdimsi paqeja, harmonia, toleranca. Larg çdo indoktrinimi, larg çdo urrëtie, çdo tensioni në mesin e kombit ton. Në familjet tona le të mbretëroj paqeja dhe harmonia. Dhe përmes agjerimit të bëjmë edhe vepra edhe më të mëdha, edhe vepra edhe më të mira, në mënyrë që të afrohemi te Zoti edhe më shumë. Lut Zotin për shëndet dhe mirëqenie tek të gjithë vëllezërit e motrat tanë kudo që gjenden nëpër botë, mirë po edhe të gjithë njerëzit e të gjitha besimeve, ngjyrave, racave anë këndë globit. Mufti Efendi, shumë falenderit për kohën, shumë falenderit për intervistën, ndërsa ju të nderuar shikues të kanaleve tona, duke ju dëshiruar agjerim të lehtë, pranim të lutjeve, ibadeteve tjera, ju përshëndesim deri në emisionet, deri në takimet tona të ardhshme. Mirëmbëjtje. Falenderit edhe herë me